Lëm të mirë, tensioni lartë. Ky ushqim i ka lënë edhe mjekët gojë hapur, ja si ta konsumoni. Tensioni i lartë i gjakut është ndër sëmundjet më të përhapura në ditët e sotme, me çdo të pestin person që vuan prej tij. Njerëzit që vuajnë nga hipertensioni duhet të luftojnë shumë në mënyrë që ta mbajnë tensionin në nivele të duhura. Duhet që t'i gjeni metodat natyrale që të kontrolloni shtypjen e gjakut, si Tonelt Line. Vëmendja e parë që duhet të bëni është konsulta me mjekun dhe përzgjedhja e dietës së dur ushqyese, e cila mund t'ju ndihmojë në menaxhimin e tensionit. Duhet më parë të konsultoheni me mjekun tuaj përpara se të ndryshoni ose të zvendësoni barnat tuaja. Sipas ekspertëve të Healthline në këtë video do të rendisim. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Disa nga ushqimet më të mira të cilat duhet t'i keni pjesë prezente të dietës suaj, të cilat do ju ndihmojnë në menaxhimin më të mirë të problemeve të hipertensionit. Nëse vuani nga tensioni i lartë i gjakut, në dietën tuaj duhet të shtoni gjithashtu limon. Limoni është i mirë për njerëzit të cilët të vuajnë nga problemet e tensionit. Është i njohur gjithashtu për vetitë e tij të mrekullueshme që ka edhe në fleksibilitetin dhe në shtypjen e mirë të gjakut, duke ndihmuar kështu në një menaxhim më të mirë të organizmit tuaj dhe duke lehtësuar edhe komplikacionet e një pasnjëshme. Nëse jeni një person që vuani nga hipertensioni, shtimi i limonit në dietën tuaj do ju ndihmojë në përmirësimin e situatës. Limoni ka nivele shumë të mira të vitaminës C, e cila përmirëson gjithashtu rrënjësisht organizmin tuaj dhe mban larg komplikacionet që hipertensioni shkakton në organizëm. Nëse jeni një person që vuani nga hipertensioni, në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë as hudhrat. Edhe nëse gatuani ose jo hudhrën, ajo do ju ndihmojë dukshëm në kontrollin e niveleve të presionit të gjakut. E njëjta do të përmirësojë gjithashtu nivelet tuaja të hipertensionit dhe do të mbajë larg komplikacionet. Hudhra do të ndihmojë në përmirësimin e rrjedhjes së gjakut nëpër venat tuaja, çka do ju ndihmojë dukshëm edhe në përmirësimin e situatave të rënduara nga hipertensioni. Hudhra ndihmon në qetësimin e enëve të gjakut duke stimuluar më mirë prodhimin e oksidit nitrik dhe sulfidit të hidrogjenit. Edhe bananet janë një ndihmë shumë e mirë ushqyese që mund të shtohen fare lehtë në dietën tuaj. Banania është një nga ushqimet që njerëzit me presion të lartë të gjakut mund ta konsumojnë rregullisht edhe për të përmirësuar nivelin e tyre. Banania është e pasur me nivele shumë të mira të kaliumit, e cila ul efektet e sodiumit. Kështu, provimi i shtimit të këtyre ushqimeve në dietën tuaj do ju ndihmojë dukshëm në përmirësimin e situatës suaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Nëse jeni një person që vuani vazhdimisht nga problemet e hipertensionit, atëherë produktet e duhura ushqimore do ju ndihmojnë dukshëm në menaxhimin e këtyre komplikacioneve. Sigurohuni që të rregulloni dietën tuaj ashtu si duhet dhe të përmirësoni gjithashtu edhe regjimin tuaj ushqimor. Nëse vuani nga hipertensioni, atëherë duhet të tregoheni të vëmendshëm me ushqimet që shtoni vazhdimisht në dietën tuaj. Të evitoni gjithashtu edhe një sër pijesh dhe ushqimesh të cilat ndikojnë negativisht në situatën tuaj. Sipas ekspertëve, nëse vuani nga tensioni i lartë i gjakut, duhet të evitoni nga dieta juaj këto ushqime. Pijet energjike. Pijet energjike janë ekuivalente të pijeve me kafeinë ose të spikatura ato me sodë. Pirja e një pije sado e vogël energjike mund të shkaktojë rritjen e presionit të lartë të gjakut dhe të shkaktojë rritjen e kafeinës, që do ju shkaktojë luhatje të theksuara të shëndetit tuaj. Picat. Picat përmbajnë shumë djathë dhe salcë domate të kripur, që do të thotë se ekziston një dozë e madhe e natriumit dhe karbohidrateve të përhapura në të. Ngrënia e një fet pice është mjaftueshme për të mos shkaktuar tension, por nëse e teproni dhe konsumoni atë në sasi të mëdha çdo ditë, përgatituni të keni luhatje të forta të hipertensionit. Gjithashtu, mishi i përpunuar është negativ për personin i cili vuan gjithashtu nga problemet e hipertensionit. Mishrat e përpunuara siç janë për shembull salcicet ose edhe
ushqimet e sallamrave ose produkteve të ndryshme të ngjashme mund të shkaktojnë një rritje të menjëhershme të niveleve të hipertensionit dhe të ndikojnë negativisht në shëndetin e këtyre personave. Ekspertët tregojnë nëse jeni një person që vuani nga hipertensioni, mishi i përpunuar duhet të evitohet me do e mos nga dieta juaj, i cili do të shkaktojë një rritje të papritur të niveleve të hipertensionit dhe do të ndikojnë negativisht në çdo aspekt të shëndetit tuaj. Gjithashtu nga dieta juaj duhet të hiqeni dorë edhe nga alkooli. Alkooli mund të shkaktojë një rritje të vazhdueshme të hipertensionit duke i bërë enët e gjakut të jenë më të ngurtësuara. Kur alkooli konsumohet, gjaku është më i vështirë të kalojë nëpër vena, duke bërë zemrën tuaj të punojë më shumë dhe duke çuar kështu në një presion më të lartë të gjakut dhe komplikacione të njëpasnjërshme të tij. Nëse jeni një person që vuani nga këto komplikacione, tregohuni të vëmendshëm edhe ndaj konsumit të alkoolit, pasi dijeni se po ndikon negativisht në situatat tuaja shëndetësore. Supat e konservuara gjithashtu mund të shkaktojnë rritje të papritura të niveleve të hipertensionit. Një kuti ose një pako me supa të konservuara është e pasur me nivele shumë të larta të natriumit. Çdo kanaçe me supë të përpunuar përmban gjithashtu deri në 800 mg natrium. Sasitë e mëdha të saj mund të shkaktojnë luhatje të theksuara të problemeve të hipertensionit dhe ndikojnë negativisht në aspektin tuaj shëndetësor. Nga dieta juaj duhet të evitoni gjithashtu edhe patatet e skuqura, pasi dihet se po shkaktojnë një luhatje të madhe të problemeve të hipertensionit dhe mund të rëndojnë gjithashtu organizmin tuaj. Ekspertët tregojnë se këto mund të ndikojnë negativisht në shëndetjen e hipertensionit dhe të shkaktojnë rritje të papritura të niveleve të tij. Picat e ngrira janë të dëmshme jo vetëm për hipertensionin, por edhe për të gjithë shëndetin tuaj në tërësi. Këto ushqime mund të tingëllojnë ideale për darkën e shpejtë, por një racion i kësaj pice mund të përmbajë 1000 mg sodium. Prodhuesit e saj shtojnë krip dhe substanca shtesë për ruajtjen e saj në mënyrë që të mos prishet, duke shkaktuar kështu rritje të papritur të tensionit të gjakut. Nëse jeni një person që vuani nga hipertensioni, picat e ngrira duhet t'i evitoni nga dieta juaj. Salca e paketuar e domates gjithashtu mund të ndikojë negativisht në shëndetin e personave që vuajnë nga hipertensioni. Salca e domateve në paketime të qelqit ose metalike rrisin tensionin e gjakut. Një kanaçe gjithashtu me sodë me domate përmban edhe një sasi të tepërt të niveleve të kriprave që mund të shkaktojnë luhatje të papritura të shëndetit tuaj. Ekspertët tregojnë se këto produkte ushqyese mund të shkaktojnë rritje të papritur të niveleve të hipertensionit dhe të rëndojnë gjithmonë më shumë organizmin tuaj. Në dietën tuaj gjithashtu duhet të evitoni pijet energjike. Pijet energjike janë ndikues të mëdhenj negativ të problemeve të hipertensionit. Jo vetëm që do të shkaktojnë rritje të papritur të hipertensionit, por do të nxisin gjithashtu edhe dëmtime të theksuara të shëndetit të zemrës. Nëse jeni një person që vuani nga luhatje të shpeshta të hipertensionit, atëherë pijet energjike duhet t'i evitoni me patjetër nga dieta juaj, pasi shkaktojnë një luhatje të theksuar të shëndetit. Ëmbëlsirat e paketuara gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në nivelin e hipertensionit. Ëmbëlsirat e paketuara, siç janë edhe ato të mbushjeve shumëngjyrëshe që shiten nëpër markete, mund të jenë të dëmshme me sasinë e lartë të sheqerit që ato përmbajnë dhe të shkaktojnë një luhatje të theksuar të problemeve të tilla. Ekspertët tregojnë nëse jeni një person që vuani nga problemet e hipertensionit, konsultohuni me mjekun tuaj për të përzgjedhur dietën e duhur ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe të përmirësoni më mirë imunitetin tuaj. Është e rëndësishme që për çdo ndryshim që bëni në dietën tuaj të konsultoheni me specialistin. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.